Tashmë kemi mysafirin Kushtrim Demiri nga KD Events bashkë me neve. Kushtrim, faleminderit shumë që jemi me neve sonte. Faleminderit shumë për ftesën, si gjithmonë. Na bjen me diskutu shpesh, po kërkojmë të ngjarje, uroj që takohemi edhe më shpesh. Faleminderit. Fillimisht po duhet të pyet, janë dy ngjarje shumë të rëndësishme dhe nuk është lehtë me organizu. Njëra është kampi i Milanit në Prishtinë që vjen për herë dytë organizuar nga ju, edhe tjetra është Prishtina Football Fest, shfaqja e kampionatit botëror në shesh për masën në Kryeqytet. Tashmë, më të drejtën është një traditë jona, sidomos po e nisim me Prishtina Football Fest, është viti 14 që e bëjmë gjithmonë, edhe për dallim nga gjitha evenimentet që organizohen në qytetin e Prishtinës, është e vetmja që është me hyrje në falas, tash e 14 vite, kështu që kemi qëndru këtij parimi tash gjithmonë, në mënyrë që qytetarëve të Prishtinës e jo vetëm të Prishtinës, t'u mundsojmë thjesht me shiju çdo ndeshje të asaj kombëtare që ata pëlqejnë në sheshin Zair Pajaziti. Për dallim prej viteve të kalume, është viti i tretë që po e bëjmë të plot komplet kampionatin, domethënë shfaqjen e komplet kampionatit botëror, këtë vit edhe më të gjatë, është 39 ditë. Domethënë do të jemi për herë të parë në histori, do të jemi aty jemi tash në sheshin Zair Pajaziti. Qytetarëve që kanë filluar me kuptu realisht, edhe po besoj që i ftoj të gjithë ata që nuk kanë mundësi me shiu ose me shiku, thjesht sheshi jep një ndjenjë ndryshe, është një lloj si me qenë stadium, për arsye se ambienti është perfekt. Kemi krijuar një ambient shumë të qetë, shumë relaksues, që po besoj edhe tash edhe koha e nxehtë, temperaturat e larta, edhe një ambient që urej tash u krytën ato lojtë e shtatëve, tash vetëm lojtë e vona, kështu që edhe e kanë pak më fllad me qenë. Dorën zamër edhe kjo pjesa e sheshit Zair Pajaziti, është kështu me këshyr pak si një farllimin i stadiumit. Absolut. Plus me ekran të madh. Absolut. Aja ka vlerë. Absolut. Po neve ka qenë vështirë sepse domethënë gjithmonë po duhet me reaguar në moment fundit, edhe pse jemi kompania vetme që logon Prishtina Football Fest e kemi të mbrojtur, domethënë të krijuar nga UEFA dhe FIFA ta aprovum, në mënyrë që me qenë gjithçka në kuadër të respektimit të drejtave të transmetimit, sidomos tash që të botën digjitale, edhe mbi respektimin e drejtave të licencës. Pra keni UEFA, kemi licencën UEFA dhe FIFA. Po kemi Prishtina Football Fest është patentuar, është mbrojtur në 2024, mirë po është aprovuar nga UEFA FIFA në qysh vitin 2016 kur kemi bërë për herë të parë aplikimin për me bë 30 ditë, sepse ata nuk lejojnë me boti me logo të FIFA-s organizimit si palë të tretë, andaj na është kërkuar me kriju një platformë të re dhe ajo për shkak nuk kemi dashur me vendos emrin e kompanisë tonë KD Events për marrë shembull Football Fest, po e kemi qetë emrin e qytetit për cilën aty ku jemi, ku punojmë dhe ku veprojmë Prishtina Football Fest, mënyrë që të jetë një dritare gjithë qytetarëve pa dallim, dhe për këtë arsye ai parimi kryesor i imi personal ka qenë që gjithmonë qytetarëve t'ia mundsojmë hyrjen falas. Mënyrë që pavarësisht që kanë mundësitë ose çysh gjendja ekonomike e tyre të jenë prezant. Tash për neve kjo na jep një sfidë shumë të madhe, sepse të vetëm të hyrë për me mbijetu të gjithë kostove të mëdha, e që në këtë rast gjithçka shumëfishohet me numrin 39 në këtë rast, do të gjitha kostot shumëfishohen me numrin 39, atëherë është një kosto shumë e madhe të cilën e vetmja drejtore që gjej rastin ti falenderoj janë sponsorët tonë, në mënyrë që ata përmes promovimit të tyre e ndihmojnë edhe një komunitet të gjerë, edhe thjesht komplet i japin frym qytetit Prishtinës. Sa aty ti dush me siguru tavolina, ato ulset, ekrani i madh, rryma. Përpos gjitha këtyre jemi të vetmit që paguajmë licencë, domethënë zyrtare. Edhe këtë vit të drejtën për licencë ka pas Telekomi i Kosovës, e cila nuk e ka pas një çmim të lirë, ka qenë një kosto shumë e lartë, por për shkak të moshumbjes ciklit të 14 vjetëve kemi bërë gjitha përgatitjet, edhe mos them jashta mundësive to, ju kemi qasë këtij projekti, në mënyrë që të vetëm qëllim me arrit ato që mos me prish ciklin tash 14 vite rresht, edhe evropianit edhe botërorët. A jeni të kënaqur me prezencën e njerëzve, me fluksin e njerëzve që vinë me përcjell ndeshjet? Absolut, është gjithçka në nivelin e duhur, të gjitha vendet, kapacitetet që i ka sheshi Zair Pajaziti. Se po kanë përshtypjen ka njerëz që s'ka dhe vend, s'gjen vend. Ata që vinë të parë, ideja është kush vjen i parë shërbeti i parë, kështu që ka vend për gjithë, është i mjaftueshëm sheshi Zair Pajaziti, kemi krijuar edhe ambient edhe për ulse tavolina, po besoj që është e mjaftueshme. Normal që tash intensiteti i lojëve prej çerek-finaleve ndryshon, nuk është i njëjtë si këtu në fillim, kështu që unë mendoj që ka një interesim shumë e madh, andaj edhe i ftoj qytetarët që të vinë sa më herë në mënyrë që me nxon vendin e tyre. Të vetme pjesë që kemi rezervuar ta quaj ashtu për VIP dhe që ka me pas një kost në kuadër të pijeve gratis, ka që me qenë VIP-a, në mënyrë që me ju jep hapësirë pak edhe sponsorëve këta që kanë bërë të mundshme këtë aktivitet. Është natyrshme, gjithkohë ekziston zona VIP, diku duhet të pas. Absolut. Se është shërbim ekstra që duhet të pagu. Edhe në sen që besoj intereson qytetarëve shumë është çysh ja bëni me këto ndeshjet e natës.
Na kemi marrë le nga komuna e Prishtinës që bashkëpunim dhe me drejtorinë e sigurisë zotrin Lulzim Pushtica, po ashtu bashkëpunim me policinë e Kosovës që deri në ora 24, domethënë të ulet në minimum zoni i komentimit. Dhe pastaj mas orës 24 që është veç një ndeshje, domethënë deri në 24:45 minuta të jetë në minimum nëse ka qytetar të pranishëm, nëse s'ka ajo pastaj ndalet fiket edhe mbyllet si aktivitet. Për shkak që mos më vazhdon. A ka interesim natën me qëndru? Një lojë ka qenë deri më tash, po u ndërprej pjesa e dytë shkaku Francës atë që kemi për shkak të kohës. Edhe po besoj nesër është një ndeshje tjetër, po të njëjtën kohë në orën 23 që na e shfaqim deri çu thash edhe më herët në pjesën e dytë në minimum zonet, po. Mirë që mos më pengu banorët para. Po si do të jetë, po më shfaqet edhe kanë mundësi me pasë telefon. Po ajo zona është asisoj dyqysh e përshtatshme edhe për këtë lloj aktiviteti, sepse nuk edhe zërimin të vogël, domethënë nuk e besoj që e pengon rrethin anashtë. Kështu që gjej edhe na shtarasin ti falenderoj për mirëkuptimin e tyre sepse një aktivitet 30 ditë po besoj që na shtatë dikuj ofër është gjatë dhe mundet të më pengu, po kujdesemi që atë pjesë jemi domethënë me pas një mirëkuptim maksimal. Po për maraklit e futbollit në banesa që janë përballë bën tamam, vetëm ballkon e dalë. Absolut. Ekrani është gjigant, atmosfera është shumë e mirë, të gjithë kualiteti, të gjithë pajisjeve është diçka jashtëzakonshme sepse pavarësisht motit me shi ose me kështu ftoft, domethënë të gjitha pajisjet të na odor dhe asgjë nuk ndalet, as zërimi, as ledi, as asgjë. Kështu që edhe ka pas shembull pardje kur ishte shi, domethënë te na ka pas njerëz që kanë shiu edhe në shi lojë, kështu që ka qenë knatësi. Tamam një ndryshim i realitetit të përditshëm. Edhe vera vera tash koha e nxehtë. Po. Më mirë dal jashtë se sa më nejt në shtëpi. Absolut. Sidomos në monitorinë e verës. Po dhe. Ngjarja e dytë e madhe që jeni duke organizuar është kampi Milanit në Prishtinë, një ngjarje jashtëzakonisht serioze. Tash me mburje për them pak është viti i dytë, mirë po duhet ta bëj qartë që vitin e parë jemi shpall kampi më i mirë organizuar në botë nga klubi Milanos. Kjo na ka jep një detyrë edhe shumë të madhe sepse ne këtë rast e kemi vetëm organizimin, sepse në këtë rast klienti jon ose ta quaj ashtu bashkëpunëtori jon është KFV Prishtina që e ka marrëveshjen me klubin e Milanos, po na kanë angazhuar për të organizuar edhe brenda parimeve tona të përgjithshme, kemi arritë që edhe atyre që ju kemi premtuar vitin e kaluar me i qenë Milano, ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme, çushtiet dhe Milan eksperiencë bile kemi qenë mysafirët e ju dhe kemi folur edhe për atë rast, kështu që të gjithë fëmijëve, ato ëndrrat që unë gjithmonë e kam shpjeguar dhe shumë amati që vetë kam pas ëndër me qenë futbollist nuk kam arrit për shkak kushte materiale, sot po tentoj t'u amundsoj të gjithë atyre e aq më shumë këtë rast që janë vetë tifoz i flakti Milanos. Kështu që ajo që më ka lidh përpos punës, më ka lidh edhe pasionin në raport me Milanon. Mirë po, tash është edicioni i dytë, tash jemi në kampin në përnicë në fushat e Kosovës Prishtinës, gjej rastin ta falenderoj edhe kryetarin e Federatës Futbollit për mbështetje. Kështu që kemi arritë që me bëu dhe me realizu kampin e dytë. Nesër do të jetë mbyllja e kampit të dytë dhe pastaj do të shpallen 3 fitues dhe po ashtu vjeshtës ose pranverës, varësisht kur Milano na jep datat e lira, atëherë organizohet edhe eksperjenca e dytë. Në mënyrë që të gjithë lojtarët që kanë talent, thjesht sot e kanë një dritare qel, e kanë një derë qel, nëse në herën e parë kemi thënë ta bëjmë ëndër në realitet, në ëndër në realitet ku kemi bërë. Kështu që tash ajo që ka mbetet më shumë dhe inkurajoj prindit është që mos ndalen, sepse në të gjitha sferat e industrisë, domethënë aty ku punon, po në futboll është e pashmangshme disiplina. Kështu që i kërkoj dhe inkurajoj prindit që thjesht të mbështesin fëmijët e tyre, ata që kanë talent dhe jemi bindur që tash ndoshta janë mundësitë shumë reale se përpara që fëmijët e tyre me pas edhe sukses në arenën ndërkombëtare, që ndoshta nesër edhe me veshmë fanellën e Milanit që po neve është një krenari. Gjej rastit që edhe në kampin e parë që kemi dërguar fëmijët atje, disa prej fëmijëve janë në vëzhgim nga Milano, në mënyrë të vazhdueshme tash ata i përcjellin fëmijët, në mënyrë që sepse fëmijët duhet me pas një konsistencë të punës të vazhdueshme, jo shembull një kamp me qenë shumë më i miri, ndërsa në kampin tjetër me qenë shumë i dopt ose mos me qenë fare hiç. Domethënë kjo është një cikël i cili do të zgjatet me vite të tëra, në mënyrë që për shkak se çdo fëmijë ata që shembull pe U7 e deri në U17 është një cikël i cili domethënë duhet më përcjell edhe duhet më punu në mënyrë sistematike, por shumë serioze dhe me disiplinë të jashtëzakonisht shumë të madhe nëse dëshirojmë pas sukses. Më bëni përshtypje se pata edhe dje një djalë të ri, 12 vjeçar, tash i ka bërë 13 vjet Rion Tasholli, kishte ardhur prej Italisë me prindin e vet me marr pjesë në kamp. Kjo është ajo që e thash parë, nëse prindi i tij prej Italisë, do të thonë që ka Milanon aty,
domethënë ka në atë vend. Edhe vetëm atë dritare që për me hyrë në Milano është përmes kampit zyrtar të Milanos, është viti i dytë edhe po ashtu ka qenë në eksperiencë. Domethënë kjo është ajo konsistenca e prindit që vazhdon që fëmijët i me besu që diçka mundet me qenë. Tash, të gjithë fëmijët që kanë qenë në Milano e kanë prek Milanon, e kanë prek kushtet, i kanë prek mënyrën, i kanë prek sistemin e punës, andaj edhe besimi dhe inkuarimi i këtyre fëmijëve është sot shumë më i madh që po tregon këtë rast shembull si rasti i Erionit që ka tash është pjesë edhe e këtij kampi, në mënyrë që ai e beson edhe ëndrrën e tij që mundet me prek Milanon sepse ka prek. Domethënë nuk është më diçka që thojmë na përpara veç televizor mi pa gjithë këta lojtar, tash munden me qenë njëri prej tyre në tarmën, domethënë që edhe si Kosovë, edhe si Milano, po edhe ne si kompani jemi krenar që u kemi mundsuar këto fëmijë të jenë prezant atje. Me trajnerat sigurisht ju keni kontakt. Më intereson me ditë prej perspektivës tyre çu ka do fillimisht organizimi edhe më pas ajo çfarë kanë pasur atyre ditëve të futbollistët kosovar. Na shembull në vitin e parë, domethënë ajo çka e thash më herët, jemi shkollë organizimi më i mirë në botë sa i përket kampeve të organizuara, mënyrës së organizimit dhe thjesht dedikimit për pjesën e mbarvajtjes të procesit të punës. Për njëjtë si vjet, 3 trajnerë që janë nga Italia, të duke përfshi Ana, e cila është head of coaching këtë rast të Milanos, po ashtu trajner vendor, është tepër e kënaqur, është jashtëzakonisht po e shfaq atë kuptimin që pse një dytën po thotë që po ka talenta brenda grupit të cilët janë sot. Kështu që vetmi element janë uroj që fëmijët mos lëndohen, sepse ajo është ndoshta problemi i saktë, edhe uroj që ata të jenë një ditë ta veshin fanelën e Milanos. Sot dritari është e hapur, mundësia është reale, të gjithë ata e kanë prek Milanon. Po ashtu se cili fëmijë që do të pjetë pjesë e kampit mundet me qenë edhe nesër pjesë e Milan Experiencës. Unë edhe herën e kaluar e kam thonë që përpos këtyre 3 fëmijëve na kemi arritur me Milanon që me bëni marrëveshje që deri në numrin 50 munden me qenë pjesëmarrës, domethënë këtë eksperiencës, pjesë e kampit fëmijë që kanë qenë kampit. Që normal bëhet një shortlist edhe nga trajnerët, në mënyrë ata që kanë potencial edhe ata që kanë mundësi, po sepse mi po edhe një herë, sepse tash këto 50 nuk mjaftojnë, domethënë për me tregu çat rrugën e suksesit. Kjo çdo thash më herët, kjo është një cikël i cili duhet të vazhdojë, edhe cikli i dytë është Milan Experienca, mbastaj ku vëzhgon në fushat e Milanos me 4 trajner. Do thonë un kam qenë vetë prezant për shkak të parimit që ato që kemi premtuar me realizu si kompani, edhe pse po them nuk është direkt kontrata që kemi me ne, po parimi i organizimit të punës që e bëjmë tash 15 vite si kompani, mënyrë që me po edhe me prek edhe na vetë realitetin se a ka mundësi fëmijët tonë me prek ëndrrën e tyre me bë realitet. Kur e kam po që e kam prek edhe vetë, domethënë, edhe komunikimin, edhe Vizmara, domethënë qendra sportive më e madhja në Milano, më e njohur në Itali, me shumë fusha, me kushte specifike të secili, domethënë, punën e vet, në vendin e vet. Uroj që një ditë jemi edhe në Kosovë ta bëjmë një qendër të tillë, në mënyrë që fëmijët tonë, duke marrë parasysh që po ka talenta dhe po tregojnë talentin e tyre, që në këtë rast shembull edhe kombëtarja e Kosovës po tregon fuqinë e saj ta quaj ashtu në kompeticione të ndryshme. Uroj që në 2028 të kualifikohemi në kampionatin evropian. Kështu që këta fëmijë, këta talenta sot e kanë një dritare të Milanos, po jo vetëm të Milanos, Çel, e cila përpara shembull ka shumë shumë lojtarë me pas probleme me mri, e aq më pak ndoshta edhe me besu që mund. Tash vresht, shohin. Tash të vrejnë, shohin, të përcjellen, mas pa që shembull Erioni është përcjellje për Italisë. Tani edhe në Milano, po ashtu tash edhe këtu, do të thonë është një cikël i cili pastaj shkon zinxhir shembull, po gjithmonë duhet puna e tij sistematike e pandalshme. Edhe dyta, besoj është edhe një farë lloj përvoje e mirë edhe për trajnerët vendor që janë pjesë e kampit juaj ku organizoni. Bashkëpunimi me trajner italian. Është i pashmangshëm sepse nëse trajnerat tonë duhet me kuptuar që vetëm puna dhe disiplina arrin me prodhu kvalitet. Unë e thash edhe më herët, në çdo punë, në çdo industri që edhe na duhet e bëjmë sot edhe kudo që e bëjmë, nëse ka disiplinë, ka dhe sukses. Tash, sidomos kur ti e merr një fëmijë, vetë fjala që i thojmë na shkollë e futbollit, sikon shkollë tipi klasë sport, në klasë 5 fëmia nuk e din as alfabetin, po është ajo mësuesja që kujdeset për që ti më mësoj alfabetin. Është njëjtë edhe në futboll. Do të thonë sanet elementare fëmijët tonë duhet më mësu pjesë të akademisë shkollave të futbollit që janë. Kështu që puna e trajnerit është duhet me qenë me pasion. Për shembull unë pe shoh pjesën e Anës edhe këtëve dyve Luka dhe trajneri i tretë, është që punën që e bojnë me shumë pasion, me shumë vullnet, në mënyrë që fëmijët me arrit me nxjerr maksimumin prej fëmijëve që ata i kanë dispozicion.
divizion. E aq më pak kur nuk i trajnon ose nuk i kanë po më kurrë fëmijët e tan, kështu që është një rast shumë i madh, shumë i mirë që edhe trajnerët vendor me metodologjinë e punës e cila punohet në Milano, mirë po edhe me marr diçka prej asaj në atë nesër me bëu edhe vende ku punojnë, po edhe në punën e tyre të përditshme tjetër. Edhe pyetja fundit, çu ka me qenë nesër procesi i mbylljes? Nesër kemi organizuar prapë në Prishtina Football Fest për shkak të ambientit edhe mënyrës të organizimit aty dhe për shkak që lidhet me kampionatin botror. Në ora 8 do të jetë domethënë mbyllja e ceremonisë të kampit të Milanos, që pastaj në ora 9 milion hapësirë ndeshjes me Francën. Për këtë arsye kemi bëu edhe për shkak kushteve atmosferike që atje po ka një frymë shumë të madhe në fushë, kështu që kemi dashur të zhvendosim në qytet, në mënyrë që edhe shpërndarja e certifikata edhe shpalla e tre fituesve të bëhet nesër. Në tjetër do më mirë duket e Prishtina Football Fest për faktin që e ke ekranin, mundesh të shfrytëzosh fotografi aty, kështu që ajo e ka ngrit mastaj edhe nivelin edhe të organizimit në kuadër të klubit Milano, kështu që kemi marrë me një email falënderimi nga Alessandro për efektin edhe për hapjen e ceremonisë Milano që ka qenë domosdoshmë ditën e hënë. Kështu që një sen shumë i madh, po neve si kompani një sfidë shumë e madhe, po cilën po ja dalim, gjej rastin falenderoj për sponsorëve dhe stafin jashtëzakonshëm sepse edhe në këtë kohë ata është e pamundur, orare pa orar, ta quaj ashtu, kështu që i falenderojm shumë të madh për gjithë ata që janë pjesë e kompanisë son, partner, bashkëpunëtor, sponsor, gjithë ata që po e bëjnë të mundshëm gjithçka në mënyrë që me qenë ky aktivitet si Milano si ashtu Prishtina Football Fest me pas një aktivitet, një cikël 14 vjet që nuk është pak, me qenë konsistencë gjithmonë më e bukur se aktivitete. Pavarësisht që është projekti joni, çdo gjë është brëndu, çdo gjë është në bukur që më jep hijeshi edhe qytetit pak në vendi ku jetojmë edhe veprojmë. Kështu që gjej rasti të falenderoj edhe kryetarin e Prishtinës për përkrajen e këtij aktiviteti dhe gjithë drejtorët e tjerë, në mënyrë që thjesht jem prezant në një aktivitet që organizohet nga kompania jon tash 14 vite. Falenderoj shumë për kohën, kushtrem edhe për këtë detaj. Faleminderit juve si partner. Tash 14 vjet Radio Dugaxhitit, kështu që faleminderit na jem për e di që je tifoz i flaktë i Milanos, më shumë se unë. Kështu që pasioni i Milanit po na lidh bashkë. Po uroj një ditë që të jemi bashkë edhe në Milano, kështu që faleminderit shumë për gjithë. Inshallah i shohim ka djem fillimisht në panelat Milanos. Ajo është ëndra jon. Faleminderit. Faleminderit shumë.